Rroga nuk është privilegj, por e drejtë e garantuar me kushtetut, u shprehën inspektorët e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, të cilët tashmë 6 muaj nuk kanë marrë paga. Ata kërkojnë nga qeveria ta zgjidhin problemin dhe t'u kompenzohen pagat e prapambetura. Përveç kësaj, kemi mbetur edhe pasigurim shëndetësor dhe pensionar, e cila edhe më tej e keson sigurinë tonë dhe të familjeve tona. Kjo gjendje na shpije në një pasiguri sociale, në luftë ekzistenciale, si dhe në zhvlerësim absolut të punës dhe dinjitetit të nënpunësit. Ne jemi njerëz të cilët çdo ditë punojmë, japim rezultate si dhe lëvizim sistemin përpara. Në inspektorat të punësuar janë 17 inspektorë, të cilët shprehën pakënaqësinë dhe thanë se u kanë dërguar letra zyrtare të gjitha institucioneve relevante, por nuk kanë marrë përgjigje. Ata u ankuan edhe për mungesë të kushteve për punë, ku thanë se nuk kanë automjete për në terren dhe shfrytëzojnë makinat private. Realisht ne si të punësuar në inspektoriat kemi funksionuar normal. Do me thonë, deri në muajin mars edhe kemi pas plan për inspektimin. Mas andej filloi edhe tërheqja jonë, do me thonë, si mekanizëm që kjo çështje të zgjidhet. Por realisht ne jemi në punë çdo ditë. E gjithë kjo ka ndodhur për shkak të problemit të krijuar me ndryshimet e ligjit për mbikëqyrje inspektuese dhe nevojën për harmonizim me ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore. Vetëm tek inspektorati i gjuhëve kemi pasur dilemën a duhet të jetë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë apo të shkojë në kuadër të Agjencisë së Gjuhëve. Kjo dilemë ka marrë pak kohë, tani është në procedurë në parlament. I ftoj të gjithë deputetët shqiptar që përpara se ta keq përdorin si temë politike, ta votojnë ligjin dhe t'i marrin pagat sa më shpejt punëtorët në inspektorat, tha Izet Mexhiti, zëvendës kryeministër.